Jo, patjetër protesta le të rri. Po SPAK-u është një çështje tjetër, se SPAK-u është dhe çështje dhe GKK-ja është çështje ndërkombëtaresh. Janë ata të parët që e parë refuzojnë çdo diskutim për këtë. Shiko, ne duhet të hiqemi, të zhvishemi nga ky kompleks. Ne duhet të zhvishemi sepse çështja ndërkombëtare ne u jemi minjos ndërkombëtarëve për sa kohë na kanë ndihmuar për të ngritur një strukturë, kanë investuar me logjistikë, me trajnime. Shiko, SPAK dhe GKK paguhen nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Dhe nuk mund të themi që është çështje ndërkombëtare, është për sa kohë këta njerëz pretendojnë se zbatojnë kushtetutën e Shqipërisë. Patjetër, unë i kuptoj influencat, por nuk jam këtu për të folur për influencat dhe po themi perceptimin që krijohet në publik se SPAK-un e komandon Edi Rama apo e komandon po themi X institucion i huaj. Jo, unë jam këtu për të kërkuar llogari prokurorisë posaçme, gjykatës posaçme në raport me marrëdhënien që ne kemi me të njëjtën kushtetutë mbi të cilën ose në të cilën qeverisemi. Prandaj kjo prokurori sot është e detyruar t'u jap një shpjegim shqiptarëve se çfarë e pengon të hetoj Edi Rama. Unë do kisha shumë dëshirë që ta isha përballë Klodian Braun. E them me sinqeritet, sepse do doja ta pyesja zotin Brau, çfarë prova shkërkoni më për ekoparkun? Çfarë prova shkërkoni për inceneratorin? Çfarë prova shkërkoni për Tigrat e Vlorës? Çfarë prova shkërkoni për sterilizimin, për check-upin, për laboratorët? Çfarë prova shkërkon prokuroria e posaçme, sepse janë firmat e kryeministrit për Albanian Files, okej, kjo është dosje e re. Por janë qindra e qindra kallëzime ku Edi Rama është i përfshirë në vetë parë, në mënyrë direkte. Çfarë prova shkërkon prokuroria e posaçme për Megonigalin? Pse nuk e ka thirrur orë për të bërë të njëjtën gjë siç bëri me vllajën e kryeministrit, për të thënë që nuk na delne aty, nuk e identifikuam dot Edi Ramën se dosja me Gonigal. A mund ta i thot zoti Brau se çfarë prova shkërkojmë më shumë? Sepse unë e kuptoj që të jesh po themi në sallën e kuvendit dhe të thuash që nëse keni prova, na i sillni, ndërkohë që provat janë aty, ndërkohë që provat nuk do që t'i marrë SPAK, atëherë sigurisht që për budallëj nuk na bëjnë dot. Aty në fund fare tani, SPAK-ut i kërkohet kur vinë këto raportet e Bashkimit Evropian, e Shtetet Bashkuara e tjerë, ata që e kanë mbështetur krijimin e drejtësisë posaçme. Atyre çfarë u kërkohet nga ata, po them? U kërkohet një listë rekordësh, pra një numër, na thoni që po fusni zyrtar të gjitha niveleve pas po i çoni në gjyq për të qenë në rregull me raportin, apo u kërkohet që t'i hyj, se këtu po të keshin grup prokurorësh që t'i hyj të gjitha gjërave, ata mund ta rrëzojnë shtetin shqiptar fare, ta zbërthejnë. Edvin, pikërisht pra. Sepse unë nuk besoj që SPAK i kërkohet nga agjencitë ligjzbatuese partnere apo dhe nga influencat diplomatike, partnere që i kërkohet statistika dhe agjend. Nuk e besoj këtë. Unë besoj të kundërtën që SPAK ka, po themi, dëshirën e munguar, ose ka munges dëshire për të vepruar dhe korrupsionit dhe bën sikur dhe statistikat, sepse SPAK ka filluar dhe janë bërë mjeshtat PR-it dhe ata luajnë me statistika. Thonë që ne kemi sekuestruar 500 milion euro pasuri. Kemi sekuestruar, thonë, kaq para. Kemi dënuar kaq zyrtar. Këtë zyrtar ka dënuar. Po ka 10 kryebashkiak që i ka marrë pandehur dhe janë sot në detyrë. Që nga Erseka në Shkodër, në ku të doni në Kuçov, në tjetra ju fal fare dënimi nga e famshmja Irena Gjoka në Roskovec, e të tjerë. Janë kryetarë bashkish, janë hetuar, janë marrë të pandehur, janë në procese dhe sot firmosin tendera. Atëherë cilat si janë statistikat e SPAK? A mund na i thot? Sepse Belinda Ballukun e pezulluar nga detyra. Ndërkohë që kryebashkiakët nuk i pezullojnë këta, as nuk i arrestojnë, po i lejojnë të firmosin tendera deri në momentin që vendosi gjykata e apelit, Edison Molla ishte në detyrë të firmosë tendera. U dënua sot për krim zgjedhor, faktoi shkalla e dytë e gjyqësorit. Po kështu janë dhe një numër shumë i madh kryetarësh bashkish. Atëherë cila është